shpesher ai mund të paraqesi djegje gjatë urinimit, mund të paraqesi ndoshta pika të bardha në kokën e penisit, mund të paraqesi kruarje dhe sigurisht që është një infekcion i cili do të detektohet duke bërë analizat e nevojshme dhe patjetër që trajtimi do të jetë në çift. Doktoresha, të lutem, vetëm një shtojtës dua të bëj përsa i përket klorit që ju diskutuat pak më parë, sepse duat ju pyes për faktin e klorit që është thjesht kontakti me klorin që mund t'i krijojë gjithë këto probleme, apo sasia e klorit, sepse kemi pishina për shembull që kanë sasi klori të shtuar. Për ato lloj sasisë plazh, sepse është e drejta e të gjithë atyre dhe është normale që të gjitha ujërat e pishinave të klorifikohen, por duhet sasia e nevojshme dhe jo e tepruar. E njëjta gjë mund të ndodhi edhe në plazhe, nga ujërat e kripura, ulja në shezlone me peshqir të njëra tjetrës, të lagura, apo marrja huaj robave të banjës. Të gjitha këto bëjnë që të shtohet numri. Si ndikojnë rrobat e plazhit, rrobat e banjës, edhe se kryesisht vajzat mundohen që të jenë sa më trendy, më bukur, kushëri më mirë, ndoshta duke zgjedhur materiale jo shumë të mira. I marrin hua nga njëra tjetra ose qëndrimin e i madh në lagështirë. Sigurisht që lagështira nuk e favorizon dhe e favorizon qëndrimin normal, por favorizon ndryshimin e ambientit e pH-it të vaginës. Në këto raste, në të dy rastet, bakteriet që ndodhen në vaginë ndahen në dy grupe të mëdha. Bakteriet të cilat rriten në praninë e oksigjenit, që quhen bakterie aerobe, dhe bakteriet që nuk rriten në praninë të oksigjenit, që quhen bakterie anaerobe. Pikërisht në këtë raste, me ndryshimin e pH-it të vaginës, një overgrowth, një mbirritje marrin bakteriet që nuk rriten në praninë të oksigjenit ose bakteriet anaerobe. Shumë gra mund të mos kenë shenjat që u përmenda më sipër, por ju ndodh gjë tjetër. Ato kanë sekrecione të ujshme, shpeshherë ju fillon një erë si era e peshkut të prishur dhe bën vetë diagnozën e vetes duke u drejtuar tek mjekët ginekolog, thotë bën vetja erë. Në këtë rast kemi të bëjmë me një vaginozë bakteriale dhe është mos e domosdoshme trajtimi patjetër nga mjekët ginekolog. Gjithashtu, një studim i shëndetit publik referon që raportet seksuale fillojnë rreth moshës 13 vjeçare. Patjetër që nënat duhet t'i mësojnë vajzat në lidhje me higjienën e tyre. Shpeshherë dhe vajzat të tjera më të rritura mund të kenë periudhën e menstruacioneve dhe shpeshherë ose ato kërkojnë të marrin tableta që i vonojnë menstruacionet, që mua nuk më duket normale, prishja e ciklit menstrual, ose të përdorin tamponat vaginal. Sigurisht që lejohet dhe rekomandohet përdorimi i tamponave vaginal për periudhën që ato do t'i përdorin, por në momentet që ato hynë në pishinë ose në plazhe, patjetër kur dalin nga uji, duhet që to tampona të ndrohen me njëherë. Është e këshillueshme, doktoresha, që vajzat gjatë ciklit të tyre menstrual mund të hynë të ndet, pra ose në pishina, mund të jetë pak e shëmtuar në pishina, ndoshta. Por përdorimi dhe këtu rekomandohet dhe përdorimi i tamponave. Asnjëherë nuk pranoj dhe nuk kam qenë kundër. Thema e rrit riskun për infeksione dhe për shqetësime? Sigurisht tamponat e lagës, nëse nuk ndrohen menjëherë pasi del nga uji, patjetër ato ndryshojnë, influencojnë në ndryshimin e pH-it të vaginës dhe fillojnë përsëri ato që unë përmenda më sipër,